Ja si duket shejtani. Në bazë të tregimeve kuranore, mund të konstatohet se Iblisi, shejtani, i përkiste një grupi i cili jetonte në tokë para krijimit të njeriut dhe zbritjes së tij në tokë. Pasi filluan të shkatërrojnë dhe të shkaktojnë çrregullime në tokë, Allahu i zvendçoi ata me Ademin a.s. dhe me pasardhësit e tij, domethënë me lloj njerëzor. Sipas Ibn Abbasit radiallahu anhu dhe një grupi të sahabëve dhe dietarëve të brezit të parë, Iblisi kishte pushtet dhe fuqi në tokë. Kështu që ai dhe grupi i tij filluan të bënin shkatërrime dhe gjakderdhje në tokë. Ndoshta në këtë aludon ajeti, në të cilin përmendet pyetja e melekëve drejtuar Allahut plotfuqishëm në lidhje me krijimin e njeriut dhe vendosjen e tij për mëkëmbës në tokë. A do të jetë përfaqësuesi yt, ai që në të do të bëj çrregullime e do të derdh gjak? Surja El-Bekare 30. Në fakt, melekët nuk dinin asgjë për njeriun, por ata e bën një pyetje të tillë, sepse tashmë ishin dëshmitar të përçarjes, armiqësisë, brutalitetit dhe gjakderdhjes nga ana e Iblisit dhe grupit të tij. Pra, nuk është çudi që esenca e shturjes së Iblisit fshihet në kryelartësinë apo arrogancën, refuzimin e përuljes ndaj Ademit dhe kundërshtimin ndaj Allahut plotfuqishëm, ndaj ligjit dhe urtësisë së tij. Kryelartësia është njëra prej pengesave kryesore për të hyrë në xhenet, siç thuhet në hadith. Nuk do të hyjë në xhenet ai, në zemrën e të cilit ka një grimcë të kryelartësisë. Nuk është çudi që egoizmi, lavdërimi, krenaria, përkatësisht mburrja me vetveten, do të thotë mohimi i robërimit ndaj Allahut plotfuqishëm, për të cilën aludon ajeti në të cilin Iblisi i përgjigjet Allahut përse nuk ju përul Ademit duke thënë: Unë jam më i mirë se ai. Surja Araf 12. Siç nuk është çudi që përulësia është karakteristike besimtarëve të vërtet, të cilët janë të afërt me Allahun, që zidia është sëmundja më e keqe e cila pengon pranimin e së vërtetës dhe ndjekjen e saj, ashtu siç vepruan hebrejt kur e refuzuan thirrjen e Muhamedit a.s. për në Islam. Prej zidis që kanë në vete, dëshirojnë që t'ju kthejnë nga besimi në mohim, pasi e vërteta atyre ju tregua haptazi. Surja Bekare 109. Siç janë racizmi i pështirë dhe mburrja me origjinë fisnore, arsye për përhapjen e çrregullimit në tokë, sepse janë të bazuara në logjikën e shejtanit, e cila manifestohet përmes fjalëve të tij. Mua më krijove nga zjarri, kurse atë e krijove nga balta. Surja Araf 12. Pra është e vështirë të gjendet dikush që flet shumë për origjinën dhe familjen e tij, e të mos jetë i bindur se fisi i tij dhe familja e tij janë më të mira dhe më të blefshme se të tjerat. Mirpo, Allahu i plotfuqishëm nuk e nderoi Ademin a.s. në bazë të baltës ose esencës nga e cila është krijuar, por në bazë të shpirtit të lartë, frymës së melekut, të cilën ia fryn atë, dhe i cili e shndërroi në qenie fisnike dhe të zgjedhur njerëzore, e cila është më aftë dhe e denjë për të qenë bartse i mesazhit hyjnor. Kjo nuk është e çuditshme nëse themi se krahasimi i gabuar, arbitrar dhe i njanshëm në bazë të origjinës, reputacionit e të tjerë, është një nga shkaqet më të rëndësishme të armiqësisë dhe padrejtësisë në mesin e njerëzve dhe jetën e tyre të palumtur. Sa shumë burra i kanë lënë gratë e tyre, për shkak të krahasimit të grave të tyre, në kuptimin fizik me gra të tjera, duke harruar bukurinë e tyre shpirtërore, durimin, ndershmërinë, besnikërinë dhe përkushtimin e plot. Sa shumë kanë nga ata që skuqen nga zemrimi për shkak të superioritetit të njerëzve të tjerë, sepse ata besojnë se janë më të mirë se ata, dhe se këta nuk e kanë merituar një reputacion të tillë. Por ata harrojnë se begatitja në dorën e Allahut dhe se ai ja jep kujt të dojë. Iblisi kurrë nuk ishte melek, por i përkiste gjinisë së xhinëve. Një qëndrim i tillë transmetohet nga Ibn Abasi, Hasan el-Basriu dhe Katade, i cili preferohet nga komentatorët të shumtë të Kuranit. Atë e lidh me melekët, zemrimi i Iblisit me melekët, për shkak se ata i bën sejdë dhe ju përulën kundërshtarit të tij, Ademit a.s., atij që do të jetë mëkëmbës në tokë. Ai e dinte se sejdja ndaj Ademit e nënkupton pushtetin, udhëheqjen, nënshtrimin e Ademit, ruajtjen, mbrojtjen dhe shumë kuptime të tjera sublime. Prandaj u rebelua kundër urdhrit hyjnor dhe konsensusit të melekëve, sepse melekët të gjithë i bën sejdë Ademit, kurse ai refuzoi të bëjë sejdë dhe për ulje Ademit. Domethënë refuzoi ta kryejë urdhrin e drejtë për drejtë të Allahut. Kështu, Iblisi u bë simbol i një pushteti apo shteti të parealizuar, i cili zyrtarisht poshtë, por që vazhdimisht përpiqet ta rivendosë ekzistencën e tij. Kur Allahu e pyeti Iblisin, atëherë kur Iblisi ja lejoi vetvetes ndëshkimin e Allahut në formën e largimit nga mëshira e Allahut dhe mallkimi, për shkak të vetmashtrimit, magjepsjes me veten e tij, besimit në superioritetin dhe vlerën e tij.
O iblis, që të pengoj ty, që të mos bësh sejdë para atij që e kam krijuar. Surja Sad 75. Atëherë, me kërkesë të iblisit, i dha fat deri në ditën e gjykimit dhe i dha atij pushtet. Pushteti i tij, shejtanit, është vetëm mbi ata, të cilët i binden atij dhe të cilët i bëjnë shok Allahut. Surja Nahl 100. Prandaj shejtani edhe u quajt iblis, sepse ai emër rrjedh nga fjalët largim, zemrim, mosbindje dhe refuzim. Shejtani në fakt atëherë mori emër të ri, iblis, kurse para asaj ngjarjeje fatale, sipas transmetimeve, është quajtur Azazil. Që atëherë, iblisi është përkushtuar plotësisht joshjes së Ademit alayhis salam dhe pasardhësve të tij. Duke ditur natyrën njerëzore, iblisi vazhdimisht i gjen pikat e dobta të njerëzve, i dekurajon ata nga e mira dhe i inkurajon ka e keqja, kështu që tek ata rriten betitë negative dhe bëhen dominuese, siç janë lakmia, frika, dobësia, kopratësia, imoraliteti, urrëtia, armiqësia dhe të ngjashme. Iblisi, megjithatë, më së shumti u hedh dyshime njerëzve kundrejt Allahut, ekzistencës së tij, qenies së tij dhe vetive të përsosmërisë, si dhe në lidhje me botën e padukshme, gaib. Armët vrasëse të cilat i përdor në këtë drejtim janë përshpëritjet dhe përpjekjet e vazhdueshme për mashtrim, sepse iblisi është i cili fshehurazi hedh dyshime në shpirtrat e njerëzve. Surja Nas 5. Armi e iblisit është edhe zbukurimi dhe magjepsja e mëkateve dhe veseve, për të cilat aludohet në këtë jetë. Iblisi tha: Zoti im, me që më ke shpije në humbje, unë në tokë do t'ju zbukuroj atyre sendet dhe të gjithë do t'i shpije në mashtrim, përveç robërve tu të sinqert. Surja Hijr 39-40. Sa herë kemi gjetur veten duke shpenzuar kohë të gjatë në diskutime të pafryqme dhe shikim të programeve, madje dhe të atyre, përmbajtja e të cilave në vetvete është mëkatare dhe sjell dënime të sheriatit, ndërsa kur duhet ta falim namazin ose të lexojmë Kur'an, atëherë ndjejmë vështirësi dhe mërzi. Vazhdimisht e shikojmë orën dhe i numërojmë minutat që kemi i kaluar në ibadet. Sa para shpenzojmë dhe fare nuk i llogarisim për kënaqësi të ndryshme, për dëshira dhe argëtime të shpirtit, ndërsa kur vendosim për të dhënë sadaka, menjëherë na kaplon tmerri, i bëjmë llogaritjet dhe vetvetes i shtrojmë pyetjet dhe i japim përgjigje si kjo. Ndoshta kjo do të na nevojitet, ose kjo është shumë, ai nuk meriton kaq shumë sadaka. Dhe kështu pambarimisht. Iblisi përpiqet të përhapë fillim, breng, ankth dhe pasiguri, siç thuhet në ajetin. Bisedat e fshehta vijnë nga shejtani për t'i dëshpëruar besimtarët. Surja Mujadele 10. Por gjithashtu, mosbindja e tij ndaj Allahut manifestohet nëpërmjet përhapjes së gëzimit, kënaqësisë, lumturisë, optimizmit dhe shpresës në mirësinë dhe mëshirën e Allahut edhe pa vepra të mira. Intrigat e shejtanit janë të dobta. Duke përshkruar drurin e xhehenemit Zekum, Allahu i plotfuqishëm në Kur'an thot: Fruti i tij është si koka e shejtanëve. Surja Safat 65. Kjo është shëmtimi i imazhit të asaj që njerëzit nuk janë në gjendje ta shohin, gjë që shkakton frikë edhe më të madhe. Në filmat vizatimor dhe të tjerë, fotot e djallit apo shejtanit të ndryshojnë në varësi të imagjinatës së piktorëve, kështu që te disa shejtani ka brirë. Aluzioni për brirjet e shejtanit fshihet në hadithin në të cilin pejgamberi alayhis salam ka thënë: Dielli lind midis brirjeve të shejtanit. Zakonisht, në imagjinatën e njeriut dhe në parafytyrime, imazhet e shejtanit janë të shëmtuara, të neveritshme dhe të frikshme. Secili njeri e ka shejtanin e tij i cili përshpëritet dhe i sjell mendime të këqija, siç thuhet në hadith. Secili nga ju e ka shejtanin e tij përcjellës, e po ashtu edhe melekun e tij përcjellës. Sahabët e pyetën: O i dërguari i Allahut, a edhe ti? Ai u përgjigj: O, edhe unë. Vetëm se mua Allahu më ka ndihmuar kundër shejtanit tim. Kështu që ai është bërë musliman dhe nuk më mbush mendjen përveç se për të mirë. Kuptimi i drejtë i fjalëve të pejgamberit alayhis salam, kështu që ai është bërë musliman, do të thotë se në fakt shejtani është dorëzuar dhe nënshtruar dhe ka hequr dorë nga përshpëritja ndaj pejgamberit alayhis salam, sepse shejtani, përkatësisht iblisi, është simboli të keqes dhe me dëshirë ka zgjedhur rrugën e joshjes dhe devijimit të njerëzve. Shejtani, sikurse gjaku, qarkullon nëpër trup të njeriut dhe vjen deri te zemra duke i përshpëritur dhe i dekurajon njerëzit nga e mira dhe i bind dhe i nxit për të keqen. Mbrojtja nga shejtani bëhet me lexim të istiadhes. Kërkoj mbrojtje tek Allahu nga shejtani i mallkuar. Pastaj me namaz, me dhikr, sidomos me dhikrin e mëngjesit dhe në mbrëmje, para gjumit dhe rastet të tjera. Dhe kjo duhet të bëhet shprehi
për të cilën na inkurajon pejgamberi alayhis salam në hadithin: "Le të jetë gjuha juaj gjithmonë e njom me dhikr." Obsesioni me shejtan ose ashtu quajtura prekja e shejtanit është përmendur në ajetin kuranor në lidhje me pejgamberin Eyub alayhis salam, kur ju drejtua krijuesit të tij: "Me të vërtet, më preku shejtani me mundim dhe vuajtje." Surja Sad 41. Tekstet e Kuranit dhe Sunetit tregojnë se shejtani afrohet njeriut dhe përpiqet për ta lënduar. Ndonjëherë, ai këtë e bën në mënyrë të sjellshme dhe dashamirëse, sepse afrimi i shejtanit është i fshehtë dhe joshja e tij është graduale. Megjithatë, egzagerimi në aspektin e tregimeve për shejtanët tek masa e gjerë, si dhe transmetimet e ndryshme dhe legjendat, të cilat fliten për shejtanët, shkaktojnë frikë dhe panik. Jo vetëm tek fëmijët, por dhe tek burrat dhe gratë e rritur, që besojnë se shejtanët i presin në çdo hap për të bërë kurthe në çdo vend të errët dhe i sulmojnë sapo të jenë vetëm. Shejtani e mirëpret një ndjenjë të tillë tek njerëzit. Sa herë kemi dëgjuar për ndonjë pacient: "Shejtani e ka friksuar dhe ka qitë në shtrat." Pavarësisht nga fakti se pejgamberi alayhis salam të ka ndaluar. Transmeton Ebu Melih se një njeri ka thënë: "Unë kam qenë përcjellës i pejgamberit alayhis salam në një udhtim dhe së bashku kemi kalëruar mbi gomar. Në një moment gomari ngeci dhe unë thash: dështoj shejtani." Atëherë Muhamedi alayhis salam tha: "Mos thuaj dështoj shejtani, sepse kur ti thua ashtu, shejtani e konsideron veten të rëndësishëm dhe e shton arrogancën e tij aq shumë, sa që e sheh veten si një kodër. Pastaj thot: e rrëzova me fuqinë time. Në vend të kësaj thuaj Bismillah, sepse kur të thuash Bismillah, shejtani ndihet i përçmuar dhe i vogël si një miz." Muslimanët duhet të gjejnë mbrojtje nga shejtani në dhikr dhe në madhërimin e Allahut, dhe Bismillah duhet të jetë në buzët e tyre kur e fillojnë punën, kur dalin nga shtëpia, kur hyjnë në shtëpi, kur të ngecin e të tjerë, dhe nuk duhet të egzagerojnë shejtanin, ushtrinë e tij dhe pasuesit e tij, as të friksohen prej tyre, sepse Allahu i plot fuqishëm ka shpallur: "Besimtarët luftojnë në rrugën e Allahut, kurse ata që nuk besojnë luftojnë në rrugën e shejtanit. Luftoni kundër miqve të shejtanit, sepse me të vërtetë dinakria e shejtanit është e dobët." Surja Nisa 76.